Ibiza? Jo. Po Mykonos, Bodrum? prap s'na mbush mendjen. Green Coast, Green Coast? ikim. Ikim. Mirë se erdhët në këtë episod të ri të Think Big. Jemi sot në një vend që nuk është thjesht një destinacion pushimesh, por është një vizion për një të ardhme turistike të Shqipërisë. Green Coast Hotel, pjesë e prestigjiosit M Gallery nga Accor Group, një projekt që mishëron filozofinë e Think Big, aty ku luksi, kultura dhe vendosmëria për të bërë ndryshimin bashkohen. Për ty që po na ndjek. Për ty që do të inspirohesh. Think Big! Ekipi i Think Big nisi kësaj here një udhëtim në jug të Shqipërisë, në një destinacion përrallor të Rivierës Shqiptare. Përgjatë vizitës tonë në Green Coast Hotel, sapo arritëm, donim të shuanim kureshtjen për të vizituar ambientet e këtij investimi që realizohet për herë të parë në Bregdetin shqiptar. Drejtori i shitjeve dhe marketingut, zoti Ramzi Salip, na mirëpriti dhe udhëhoqi nëpër ambientet e hotelit me dashamirësi dhe ju përgjigj pyetjeve tona. I would really be interested to know how is the hotel located. Let's say I see there are a lot of buildings. So we are providing here 131 luxury rooms. We have the classic room, we have a deluxe type, we have suite, junior suite, executive suite, and the highest category is a presidential suite. As you see, all the room, majority of the room have a terrace, and all of them are sea view, which is really giving a sense of, people can enjoy the view, and we have very exclusive Long Beach. 600 meters. Wow. And our location really is very nice, located where you see the mountain, sea. We call it like one mountain hugs the sea. Over there we have our spa building, 5-story spa, which we are providing also. 5-story spa? Spa, yes, where we are providing different treatment. We have our gym, sauna, steam, and signature treatment as well, wow. Part of M Gallery culture. We have all-day restaurants working to serve breakfast, lunch, dinner, and we have the pool bar as well. You talked about luxury. Every room is luxurious one, but you also made some differences. So you said this type of luxury room, this presidential suite, I guess they change a little bit in pricing? Of course. So our pricing range, first of all, we'll have dynamic pricing system depend on season and availability, but starting from €300 to up to
600 euro in high season. There is a ceiling. Okay. Yes, of course. That's good to hear. And there is upselling opportunity, so the guest who is booking classic rooms, they can pay 25 euro more and they get superior. The superior can also upgrade it to deluxe with a 50 euro supplement, so there is surcharge from different category of room types. But the point is that everyone here is going to get a private special treatment. This is how I see it, because Of like course. a private spot between the mountain and the sea. I guess you are lucky. Well, and the clients will be lucky. It's exactly. It's one of a kind project in Albanian Riviera, and we are very proud to be here, and we are very motivated to host our guests and provide them really with good experience. Ramzi, we are both marketeers and we have our own terminology in marketing. And whenever is a new business, we always try to ask, what is the unique selling proposition? What is the unique selling proposition of the hotel? And how does it stand out in the region? Well, we have many of them. So the first, but let's start with one, man. The first one, of course, being the first international luxury hotel belong to Accor chain in the Albanian Riviera. This is one of the good strengths and point to sell. Our location as well, being part of Green Coast, where the mountain hugs the sea. All our rooms are, as you see, are sea view. So there's really lots of unique selling proposition can put us in advantage level and top of the list comparing to other hotel as well. Let me show you one of our superior room. It has a very beautiful sea view. Oh, Please really? come in. At the moment, we have a special promotion in our social media, 25% luxury unlock, where we can enjoy and book our stay with discount. Pasi krijuam një panoram të parë, duke shijuar bukuritë e natyrës dhe elegancën e ambienteve të hotelit, nxituam për t'u njohur me njerëzit, të cilët do të kujtesen që përvoja e ofruar të jetë unike. Edison, përshëndetje, faleminderit shumë për mikpritjen. Juve jeni personi i parë që takon çdo vizitor që vjen në këtë hotel. Cilat janë ato ndjesitë që të doni t'ia përsillit çdo kujt për atyre që vinë këtu? Po, në fakt, tre elementet kryesore që do evidentoja, që ne pozicionojmë që t'jenë karakteristike Green Coast Hotel M Gallery Collection, janë ngrohtësia, profesionalizmi dhe absolutisht unikaliteti që e karakterizon si projekt. Puna përgatitore për këtë projekt kaq magjik, ka qenë patjetër në një kohë të gjatë. Cilat kanë qenë ato sfidat që ju kanë shoqëruar gjatë gjithë përgatitjes? Në fakt do evidentoja dy nga sfidat më të mëdha që i kemi kryer me sukses. Një sfida e parë i përket pjesës së ndërtimit dhe projektimit të gjithë këtij projekti në një kohë shumë të shkurtër. Sfida e dytë, që në fakt është një nga sfidat që përhas gjithë tregun shqiptar në fushën e turizmit, që është për pjesën e rekrutimit dhe trajnimit sipas protokolleve të Accorit. Por fal punës dhe përkushtimit të gjithë grupit Balfin dhe ekipit të menaxhimit të hotelit, kemi arritur t'i përmbushim të dyja pikat. Green Coast Hotel është një projekt nga Accor Group, siç e thatë dhe ju, nga M Gallery. Si ka qenë puna bashkëpunuese për të ndërthurur sa më mirë mikpritjen shqiptare me protokollet dhe gjithë ato standardet që Accor Group përfaqëson? Po, në fakt kjo ka qenë një nga elementet dhe një nga bashkëpunimet që unë mendoj që do arrit bëjë ndryshimin në vitet të ardhshme në gjithë tregun shqiptar. Ne si kulturë e kemi mikpritjen dhe kjo është evidentuar jo vetëm nga brendet ndërkombëtare, por nga gjithë turistët e huaj. Është pikërisht kjo mikpritje me ndërthurjen që bëjmë me gjitha protokollet e brendeve ndërkombëtare që do arrit të bëjë të mundur zhvillimin e turizmit në nivele ndërkombëtare në vitet e ardhshme.
Një ekip profesionistësh me përvoja të suksesshme në vende të ndryshme janë tashmë në rivjerën tonë për të promovuar jo thjesht një hotel, por një destinacion të tërë. Një iniciativë që përcjell besimin se një e ardhme fantastike e pret vendin tonë në sektorin e turizmit dhe mikpritjes. Hello again, Mr. Ramzi. It's a great pleasure to be here at your hotel. You've worked in Poland, Ukraine, and I want to know what are the first impressions that you had about Albania as a luxury destination. Are we ready as a country to be perceived as a luxury one? Welcome to Green Coast. It's a pleasure having you here. Business Magazine is well-known business, and it's a pleasure having you here. As you said, I've been working in many different destinations, Middle East, Europe, and especially Egypt, my home country. When I arrived to Albania, it's really very luxury, and destination is ready to welcome the guests from all over the world. We are here part of the Green Coast. There's lots of restaurants, bar around, and the environment is really well known. And yes, of course, Albania is not anymore a hidden game. It's been competing with different destinations like Turkey, France, and in terms of tourism statistic, 2024, it was really one of the growing up destination in terms of the number. So yes, Albania now, of course, it's in the international map already. So you find your job to bring international customers here easy right now? I'm kidding. The point is, because I think you are not just marketing a hotel. You are marketing maybe a destination, a new destination, or you are marketing a region, an area, or a country. What is your approach? Yes, you are right. We are not focused only to market a hotel, because again, as I mentioned, we are part of Green Coast. It's a huge hub where guests can enjoy different facilities around. So yes, in all our marketing material and approach, we are focused to advertise Green Coast and of course M Gallery collections. So it's really, yes, it's a destination, not only a hotel. And I'm curious to know, how has these campaigns been received? Have you had any early booking, or have you had interest, pre-bookings for the season now? Yes, we do. We have huge demand and interest and interactions in all majority of our efforts in terms of marketing and so on. I can tell you that we already been achieved 20% from our target this year, even before the opening. Before the hotel opened its season, opened its store, we already did 20% target this year, and we are expecting, of course, more to come, and we will do. Yeah, I believe so. What are your ambitions for Are you expecting to be fully booked for the season? For the first year, yes, we will have huge demand, but I'm expecting around percentage of 70 to 80% during high season. Some days can be overbooked, and we already closed the sale for some certain room types like residential, suite, and especially during high season. Looking ahead, let's say the next year, after the pre-opening, the next year or the next 5 years, how do you see the brand doing? What are your expectations? Well, we really expect huge demand in the future. I see that number of tourists in Albania are increasing. I see that the demand is high and there is no much availability in hotels. So I'm expecting after us more big five-star brands will follow us. Once they see our results and achievements, I'm sure that more hotels will come in future. Is it going to be a good thing, let's say, in terms of business, or let's say more competition? Well, I look on it first of all as a competition, but in reality this will provide Albanian guests with more option to choose from, and I'm sure that they're gonna choose us first of all, as we are providing really nice services and products with international team and with a local
expertise, the best in Albania. I want to conclude our conversation, let's say, with a call to action for the audience. We are in the beginning of the season. How are you going to invite them and what are you going to tell them? Well, we are here waiting for you. We are open. First guest is arriving already 16th of June. You are most welcome to come and try, and we are fully confident that you will enjoy the experience here. Our channels are open. You can approach us in the website or by direct call or emails. And we ensure that you will really have a great memories. Gjithçka në një vend. Natyra përqafon standardin dhe ndjesitë shkrihen në përvoja të paharrueshme. Artemis, përshëndetje dhe faleminderit shumë që na keni mirëpritur sot në Green Coast Hotel M Gallery Collection. Jeni përshëndetje, faleminderit që jeni pjesë e jona sot pranë hotelit tonë. Ti Artemis je menaxhere e marketingut të hotelit dhe thënë kjo ke qenë që nga fillimi pjesë e punimeve të hotelit dhe tani që jemi pak ditë përpara hapjes. Nëse do t'ja shpjegoje të gjitha ato ndjesitë vetëm me 3 fjalë një vizitori të huaj që vjen për ta vizituar për herë të parë hotelin, cilat do ishin ato 3 fjalët? Atëherë, si pjesë e M Gallery ka një slogan të tij që është memorable, meaningful and memories. Por në Shqip, ndoshta do doja të thoja elegancë, prestigj edhe autenticitet. Standardet e Accorit të bashkuara me pjesën e Rivierës shqiptare, me traditën shqiptare, gjë që e bëjnë diçka unike për vizitorët tanë. Ju keni bashkëpunuar dhe keni mësuar nga brendi prestigjioz Accor. Cilat kanë qenë ato mësimet më të vlefshme që do doni që turizmi shqiptar t'i përdorte edhe më shumë? Okej. Besoj kujdesi nga detajet. Accori është një brand që ka standarde shumë të larta dhe kujdeset që çdo gjë të jetë perfekte për sa i përket shërbimit të klientit. Dhe besoj kjo është diçka që i duhet edhe turizmit shqiptar. Po ashtu do të veçoja trajnimet e vazhdueshme të stafit, diçka që e bën turizmin shqiptar edhe më perfekt në këtë pjesë. Po ashtu ndoshta edhe pjesa e storytelling, sepse vetë Accori mundohet që të krijojë një histori unike për secilin nga hotelet e tij. Dhe normalisht kjo i shërben shumë turizmit shqiptar që të bëjmë të mundur edhe reklamimin e Rivierës shqiptare, historisë shqiptare. Artemis, e thash pak edhe në hyrje që jemi vetëm pak ditë përpara çeljes zyrtare të Green Coast Hotel M Gallery Collection dhe gjatë gjithë kësaj periudhe punimesh, cilat ka qenë disa ndjesi që ti do t'i veçoje nga të tjera që t'ka dhënë i gjithë projekti? Ndjesit në fakt janë të shumta, por diçka që do të veçoja është pjesa e përfundimit të hotelit. Siç edhe ju e shikoni, çdo gjë është gati. Dua të t'jap edhe një dhuratë si kujtim nga ky episod i Think Bigut. Është edicioni më i ri i revistës Son Business Magazine dhe një t-shirt e branduar. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe shumë suksese për sezonin turistik që ju pret përpara. Që na prite. Një kënaqësi e madhe gjithmonë. E dim që ka filluar sezoni ose është duke filluar. Në numrin e kaluar të Business Magazine, ne kemi nisur me kopertinën që themi 2025 viti i turizmit për Shqipërinë. Një momentum i ri për Shqipërinë pas ITB Berlinit. Doja t'ju pyesja ju si ekspert i fushës, çfarë domethënie mund të kenë investime të tilla të këtij niveli që sillin një ofertë luksi në Bregdetin shqiptar? Tjetër, si që the edhe ti, 2025 është një vit deciziv, jo vetëm nga pjesëmarrja jonë në ITB, por unë mund të them edhe nga viti 2024, si vit, si performancë, si numra, turistës që në vizituan. Ky është viti deciziv sepse absolutisht pritshmëritë e tyre për Shqipërinë janë të krijuara dhe ne duhet të mbajmë qëndrueshmërinë. Investime të tilla, pra
edhe markat, bashkëpunime me marka ndërkombëtare, pikërisht elementin kryesor të tyre kanë qëndrueshmërinë në treg. Që thënë kjo, absolutisht, nuk mund të lejmë pa përmendur edhe klientelën besnike që ato kanë. Pra, një treg i tillë që qëndron në Shqipëri, prime luxury hotels, absolutisht që është një vlerë e shtuar, sepse normalisht duke qenë se kostot janë rritur, automatikisht edhe tregu jonë në turizëm nuk do të fokusohet në një turist të lirë, pra absolutisht që ka nevojë diversifikimi i ofertës, ashtu siç diversifikohet edhe tregu. Besoj që është një transformim interesant. Ju keni shumë eksperiencë ndër harkun e 15-20 viteve në fushën e hospitality and tourism dhe me sa më e mund ajo Shqipëria ka qenë e njohur fillimisht për ato backpackers. Pra ishin ata guximtarët e parë, aventurierët e parë që vinin në Shqipëri. Tashmë po përjetojmë një transformim. Pra është një qasje ndryshe, komplet me sa shohim investimet, po prirën, sidomos në jugun e vendit të jenë investime pesyeshe që duhet të kapin këtë tregun elitar. Në kuadër vendi, pra nga ana e vendit, e kemi arritur këtë pozicionimin e duhur që të kemi këtë ofertë, apo beson që është një proces që do të japi frytet pak më vonë? Absolutisht, unë bie shumë dakord që ne duhet ta diversifikojmë ofertën dhe nuk mund të rrim le të themi tek klientela backpackers, siç ti the, e cila është edhe sot, edhe mas gjithë këtyre viteve turizëm që ne kemi një element kryesor, le të themi në vizitorët që si element marketingu të rreqës. Absolutisht, ne jemi një treg në eksplorim ende. Vëmendja është rritur, prezenca në ITB bëri që vëmendja kundrejt Shqipërisë është në fazën më të mirë të saj, marketingu, klientela e ripërsëritur. Dhe unë mendoj shumë që diversifikimi i ofertës është i nevojshëm, investimet të tilla absolutisht janë me vlerë, sepse edhe vetë bukuritë natyrore tonat janë nga bukuritë të cilat konkurrojnë në rajon. Si e shef të ardhmen e turizmit në Shqipëri në 5 vite të ardhshme, me kë do e krahasoje? Unë nuk kam qef që ta krahasoj Shqipërinë me askënd, sepse duhet të jemi origjinal, autentik. Duhet jemi autentik, se përndryshe e kemi shumë të qartë të ardhmen tonë. Ne sot po flasim që Kroacia po ka një, le të themi, mënjanim nga ana klientelës për çmimet që ajo po ofron sot si produkt turistik. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi të kujdesshëm, pikërisht atë që folëm edhe më përpara, që ai çmim të justifikohet me vlerën apo me shërbimin që ne do t'i japim turistit. Nëse ky çmim është i justifikuar, le të themi, me shërbimin që ne do t'i japim, patjetër klientela do të jetë e kënaqur. Dhe një klientelë e kënaqur do na sjellë një turizëm më të qëndrueshëm. Diskutohet që sfidat janë në mbrojtjen e ambientit, në burimet njerëzore, të cilat janë elementet kyç për një qëndrueshmëri të gjatë në këtë ritëm turizmi dhe në këtë cilësi shërbimi. Se patjetër që nëse ne do mëtojmë ambientin, ai automatikisht do na përgjigjet. Na kthehen mbrapsht. Edhe burimet njerëzore patjetër që nëse nuk janë të trajnuara, nëse nuk janë motivuara, nëse nuk janë, le të themi, në lartësinë e duhur të shërbimit, automatikisht do sjellin një shërbim jo standard. Nga pozicioni juaj, nëse do jepje për ta mbyllur, 2-3 rekomandime që mund të orientohen dash ndaj strukturave të biznesit, dash ndaj strukturave politik bërse, cilat do ishin? Unë mendoj që për sa kohë ne po ofertojmë një turisti të huaj, mendoj që elementi kryesor që ne duhet kemi vëmendje është standardi. Një klientele huaj është rritur me standard, është rritur me një lloj rregulli, është rritur me një lloj qëndrueshmërie. Dhe automatikisht do kërkojë një produkt të tillë. Ne nuk mund të kemi një ambient të ndodhur, nuk mund të kemi një shërbim të vakët, nuk mund të kemi një, le të themi, ofertë jo të plot për turistin, sepse automatikisht ajo nuk do të na zgjasë gjatë në kohë dhe nuk do kemi mundësinë që të kemi një ritëm të tillë klientele. Trajnimet e brendshme janë një nga elementet kryesore që unë mund të them, që çdo strukturë duhet ta ketë, dhe prandaj e theksova edhe në fillim që markat ndërkombëtare kanë avantazhin e
trajnimeve të brendshme. Ato kanë task force të dedikuara që i sjellin nga hotelet e tjera që ato kanë dhe zhvillohen, sidomos në kontratat managed që kanë. Ato sjellin task force e cila rri një javë, 2 në strukturë dhe trajnon stafin i cili do të qëndrojë në atë strukturë. Dhe kjo absolutisht sjell një produkt e shoqëruar me investimin, sjell një produkt në lartësinë e dur me atë çmim që do shitet. Dhe ne e shohim fare mirë që janë shumë struktura që na drejtohen për trajnime dhe e shohim fare mirë që zgjidhja është kjo që një individ duhet jeti përgatitur në mënyrë që të përmbushë kërkesat e klientit. Git, faleminderit. Faleminderit ty Gert, kënaqësi. Nëse do të mundja, do doja që të jetoja përgjithmonë këtu. Sot nuk folim vetëm për një hotel, por për një realitet të ri turistik që po merr formë këtu, në Shqipëri. Dhe mendo, ky është vetëm fillimi, po jetojmë një moment në cilin të gjithë duhet jemi gati për një të ardhme të re, për një të ardhme më ndryshe, më të bukur. Dhe këto gjëra bëhen fundura kur ne fillojmë të mendojmë për te të zakonshme. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe Think big!